kontrata nga 2008 deri ka këtë koha për 1 milion në pushtet është importi i energjisë elektrike nga Serbia. Po, Kosova ka dominu. Importi i energjisë elektrike nga Serbia ka qenë prevalent. Furnitorët nga Serbia kanë qenë dominues në tregun e Kosovës deri në kohën kur 1 milion në pushtet. Që të pyes kolegë që ka ofër LTK-s, që kanë shkruar dhe kanë influencuar kontrata me Vukamovicin, gjatë shpalljes së pavarësisë Kosovës. Kosova është furnizuar me energji elektrike pikërisht nga Vukamovici. Kontrata një burimore, siç kanë dëshirë LDP-ja të referohen, me Vukamovicin janë nështruar që nga viti 2008 dhe vlera totale deri në vitin 2013 kur këta kanë vendosur mja kalu përgjegjësinë e furnizimit Kespos është në vlerë për 141 milion e 489 euro. Pra 141 milion euro përmes kontratave, një burimore është përzgjedhur Vukamovici përfshirë